Përshëndetje të dashur nxënës. Sot për ju kam përgatit një orë mësimore nga lënda e gjuhës shqipe për klasën e tretë. Në fillim të orës mësimore do të njoftoheni me qëllimet që duhet të arrihen gjatë kësaj ore mësimore. Pra nxënës të dashur, duhet të lexoni me zë, të keni njohuri bazë për bibliotekën dhe rregullat e saj, të dalloni bibliotekat dhe të dini punonjësit në të dini se çfarë materiali ka në bibliotekë, të formoni shprehi për të huazuar dhe për të kthyer librat në bibliotekë. Ti lexoni librat e huazuar, ti ruani mirë dhe ti ktheni ato në gjendjen të cilën e keni huazuar. Në vazhdim kam përgatit një gjegjës. Lexojmë së bashku. Are bardh, fare zez, kush është? Besoj se gjetët është libri. Tani nxjerrni librat e gjuhës shqipe dhe hapni në faqen 16. Dhe sot do të zhvillojmë njësinë mësimore libri i huazuar. Pra do ta lexojmë së bashku dhe do t'i nënvizoni fjalët e panjohura. Shpresoj se jeni gati. Fillojmë. Libri i huazuar. Librat e huazuar ndonjëherë ngjajnë në musjetin. Më ndodhi mua njëherë të shoh se si një fëmijë i shkaraviste fletët e një libri. Atëherë i thash: pse nuk kujdesesh më mirë për librin? Fëmia mu përgjigj: paj, nuk është i imi? E dëgjuat? Libri i huazuar duhet të ruhet më mirë se i yti. Pra porosia e kësaj njësie mësimore është që librin e huazuar duhet ta ruajmë më mirë se libri ynë. Tani besoj si keni nënvizuar fjalët e panjohura, të shohim disa prej tyre. Huazuar. Dikush ndoshta e din, por për ato që nuk e din. Një gjë që merret për të kthyer prapë. Jetim. Pra këtu në libër e ka fjalën i shkret, i mirë. Shkaraviste, për lyente. Dhe një thënie, shumë e mirë, libri është pasuri më e madhe. Pra duhet ti pasurojmë bibliotekat tona mbi të gjitha trurin tonë, sepse duke lexuar libra ne bëhemi më të pasur me dituri. Prandaj libri është pasuria më e madhe. Tani të shohim se kush i shkruan librat, çka janë poetët, çka janë shkrimtarët, ku ruhen librat. Siç e shihni në fotografi, e shihni Dritoro Agollin, i cili është shkrimtar. Njerëzit që shkruajnë vepra letrare quhen shkrimtar. Njerëzit apo shkrimtarët që shkruajnë vjersha quhen poet. Librat e shkrimtarëve shiten në librari, në panaire të librave edhe vende të tjera. Tani do të njoftohena me llojet e bibliotekave. Kemi biblioteka universitare, biblioteka e qytetit, bibliotekat shkollore, bibliotekat familjare dhe gjithashtu kemi biblioteka fetare, islame, krishtere e kështu me radhë. Ti përsërisëm edhe një herë llojet e bibliotekave. Fillojmë së bashku. Biblioteka universitare, biblioteka e qytetit, bibliotekat fetare, bibliotekat shkollore, biblioteka familjare. Tani do të njoftohena me çfarë është biblioteka. Biblioteka është vendi ku ruhen librat, lektyrat, CD-t, medioteka, panot, dorëshkrimet, fotografit, hartat. Pra ti përsërisim edhe një herë. Biblioteka është vendi ku ruhen librat, lektyrat,
gazetat, revistat, hartat, dorshkrimet, fotografi, po gjithashtu në biblioteka kemi edhe medioteka, ku ka CD, libra elektronik e kështu me radhë. Një thënie përsërita përsërisëm, libri I huazuar duhet të ruhet më mirë se yti. Kush punon në bibliotek? Besoj se keni parë bibliotekistët ose bibliotekistët në shkollat tuaj. Në bibliotek punon bibliotekist ose bibliotekistja. Bibliotekisti ose bibliotekistja bën dhënien e librave, lektyrave, materialeve të tjera të cilët I folën më lart, nxënësve, njerëzve të rriturve të cilët kanë nevojë dhe duan të lexojnë. Që të mund të marrësh libër, duhet të jesh antar I bibliotekës. Ato duhet për një kohë të caktuar ta lexojnë dhe ta kthejnë librin. Mirpo, librin duhet ta kthesh në gjendjen që e ke marrë. Në shumicën e bibliotekave ka edhe leximore, pra ti ku I lexoni librat që I merrni në bibliotekë. Një thënie e Ciceron. Nëse ke një kopsht dhe një bibliotek, atëherë ke gjithçka që duhet. Tani të njoftohena me rregullat në bibliotek. Librin, pra rregulli I parë, librin nga biblioteka nuk duhet të mbahet më shumë se 2 javë nëse nuk ka shumë ekzemplar. Librat që kanë vetëm një ekzemplar duhet të kthehen për 1 ditë. Në leximoren e bibliotekave nuk lejohen celular, po gjithashtu në leximoren e bibliotekave nuk lejohet pije, biseda me zë të lartë dhe ushqime. Ti përsërisëm edhe një herë rregullat në bibliotekë. Libri nga biblioteka nuk duhet të mbahet më shumë se 2 javë, ose nëse nuk ka shumë ekzemplar. Librat që kanë vetëm një ekzemplar duhet të kthehen për 1 ditë. Në leximoren e bibliotekave nuk lejohet celular, nuk lejohet pije, biseda me zë të larta, ushqime. Tani, nxirrni fletoret, shënoni pyetjet dhe përgjigjuni. Si quhet biblioteka e qytetit tuaj? Në qoftë se jeni nga vendet rurale apo fshatrat, atëherë do të shënoni, pyetja për ju është, a keni bibliotek në shkollën tuaj? Pyetja e radhës, prej ku huazoheshin librat për të lexuar? Pra prej ku huazoheshin librat për të lexuar? Prej bibliotekës. Pra librat për të lexuar I huazojmë në bibliotekë. Kush punon në bibliotekë? Besoj se jeni përgjigjur. Në bibliotekë punonte bibliotekisti ose bibliotekistja. Si vepron ti me librat e huazuar në bibliotekë? Dhe cili është libri I fundit që ke huazuar në bibliotekë dhe a e ke lexuar? Dhe detyrë shtëpie keni të interpretojmë sipas planit, faqe 17. Pra t'i bëni pyetjet, të bëni në fletore detyrën e dhënë. Gjithashtu, do ta ndëgjoni prej fillimi edhe një herë këtë njësi mësimore dhe në fletore do të vizatoni teknikën, do ta përdorni teknikën di, dua të di dhe mësova. Te di, duhet të shkruani se çka dini për bibliotekat, për huazimin e librave, dua të di çka duhet të dini dhe çka mësuat sot për bibliotekën dhe huazimin e librave. Mirëmbëjtje deri në orën e ardhshme.